Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të komentuar pak për marrëdhënien e Brikenës edhe Mateos. Çifti i cili ditë më parë ishte jashtëzakonisht i ftohtë, po komentoheshin me njëri tjetrin për ndarje, po komentoheshin për ta mbyllur këtë marrëdhënie. Në padjeninë e Brikenës, për video që janë transmetuar nga dhoma e rrëfimit, Brikena kishte plasur në lot për marrëdhënien që ka ndërtuar me Mateon dhe për ndjenjën që ka ndërtuar me Mateon. Monika tha që Brikena ka një ndikim të jashtëzakonshëm nga familja e saj. Dhe kjo është më se e vërtet realisht. Familjarët e Brikenës kanë qenë kryesorët, të cilët në një farë forme e kanë ndaluar këtë njohje, por në ato vite ndoshta edhe me të drejtë sepse kanë qenë shumë të ri dhe normalisht mosha e tyre nuk është mosha ideale për të ndërtuar jetën dhe për të vendosur për një marrëdhënie Shqipëri-Kosovë. Tani Mateo dhe Brikena morën një mesazh që siç duket e çliroi shpirtërisht Brikenën. Unë e thash gjatë ditës së sotme për dronin që mbriti në shtëpi dhe për mesazhin që erdhi për Brikenën, që ndoshta do të lëshoj shpirt Brikena dhe do mundohej që ta jetoj këtë marrëdhënie në mënyrën më të mirë të mundshme. Dhe ditën e sotme, konkretisht pas dite, të dy banorët ishin në verandë duke kaluar çaste intime të bukura me njëri tjetrin, duke shkëmbyer puthje, duke shkëmbyer përqafime, duke shkëmbyer momente interesante, gjë për të cilën Mateo nuk i kaloi me Brikenën menjëherë pasi e dha puthjen. Tani, çfarë ndodhi pas puthjes? Unë mendoj që Brikena në momentin kur e dha puthjen, filloi që ta mendon familjen, babain, nënën, filloi që të ndihet keq sepse Brikena gjithkohës domethënë është duke ruajtur me shumë fanatizëm këtë fenomenin që unë nuk kam patur lidhje dashurie. Dhe mendoj këto gjëra e çuan Brikenën që të mbyllet në vete dhe ta krijon atë luftë me Mateon. Ditën e sotme Brikena u çlirua krejtësisht. Tani do ta shikojmë, a do të vazhdojnë këto puthjet edhe në ditët në vazhdim, domethënë a do të jetë Mateo dhe Brikena kështu, apo përsëri Brikena do të ruajë atë kokfortësinë e saj, le ta themi, në marrëdhënie, që nuk do të lëshohet emocionalisht për Mateon, ashtu siç në të vërtetë ajo e ndjen që duhet lëshuar. Por mendoj që Brikena sot pati atë mesazhin që ndronte ta merr. Do me thënë ajo e kuptoi që familja e saj e kanë pranuar këtë marrëdhënie, familja e saj janë dakord në këtë lidhje dashurie dhe duhet thjesht ta shijon, ta jeton dhe t'i kënaqet Mateo sepse po dalin shumë keq jashtë. Brikena deri më sot nuk i kishte kuptuar këto gjërat, por ajo tashmë e ka kuptuar dhe sot çifti nisi rrugtimin e bukur të dashurisë. Le ta themi kështu, më të afërt, më të ëmbël, më të dashur. Sipas mendimit tuaj, a do ndodhin puthje më të zjarrta?